E keni vënë ndonjëherë që sa produkte imitime ekzistojnë? Dhe mendoj se jemi dakord t'i quajmë produkte të rreme. Mund të vesh një orë që ngjan si një orë e shtrenjtë Rolex, por që është imitim dhe duket si e vërtetë. Mund të kesh një parfum të mirë që ngjan si origjinal, por që nuk është. Ti mund të vesh flok të rrem, ti mund të vesh thonjë të rrem, ti mund të vesh rroba që duken si firmato, po ndërkohë që nuk janë, dhe kështu mund të vazhdojmë me të listën e gjatë të gjërave të rreme, saqë në një çast mund mendojmë që jetojmë në një gënjeshtër ku e rremja duket aq origjinale. Tani dikush mund të thotë që, shko, këto gjëra të rreme nuk janë dhe aq të këqija, se kemi donë në parukjere këtu. Për shembull, mirë është të bësh flokët kështu edhe ka raste që edhe funksionon, dhe në fakt jam bie dakord se më mirë është të kesh dhënë të rrem se të jesh pa dhënë fare. Por ka një fushë në jetë ku e rremja nuk funksionon dhe na nevojitjet e vërteta. Dhe këtë do të shohim sot. Ne duhet kemi një besim të vërtetë edhe jo një besim të rrem. Kur mendoni për këtë, pa besim të vërtetë nuk do të ishim në gjendje që të përcjellim disa nga pengesat me të cilat përballemi në jetë. Besimi i rrem nuk do të na përgjigjet kurrë lutjeve dhe as nuk do të na transformoj. Dhe më kryesore që Jakobi thotë që besimi i rrem nuk është në gjendje të na shpëtojë. Le të lexojmë pasazhin. Çdo bi ka vëllezërit e mi nëse dikush thotë se ka besim, por nuk ka vepra. A mund ta shpëtojë atë besimi? Dhe nëse një vëlla ose një motër janë të zhveshur dhe u mungon ushqimi i përditshëm, edhe dikush nga ju u thot atyre, shkoni në paqe, ngrohuni dhe ngopuni, dhe nuk i jepni atyre gjërat e nevojshme për trupin. Çdo bi ka. Kështu është dhe besimi, nëse s'ka vepra, është i vdekur në vetvete. Po dikush do të thotë, ti ke besimin dhe unë kam veprat. Më trego besimin tënd pa veprat e tua, dhe unë prej veprave të mia do tregoj besimin tim. Ti beson se ka vetëm i Perëndi? Mirë bën. Edhe demonat e besojnë dhe dridhen. Por a dëshiron të njohësh, o njeri bosh, se besimi pa vepra është i vdekur? Abrahami, aty hyn, a nuk u drejtësua prej veprave kur e ofroi Isakun birin e tij mbi altar? Ai shikoni se besimi vepronte bashkë me veprat e tij, dhe se prej veprave besimi u përsos. Dhe kështu përmbush shkrimi që thotë, por Abrahami i besoi Perëndis, dhe kjo ju llogarit për drejtësi, dhe u quajt miku i Perëndis. Ju shikoni pra se njeriu drejtësohet prej veprave dhe jo vetëm prej besimit. Por a nuk u drejtësua edhe Rahabi, lavirja, prej veprave kur i priti lajmëtar dhe i përcolli nga një udhë tjetër? Sepse sikur se trupi pa frym është i vdekur, ashtu edhe besimi pa vepra është i vdekur. Pra Jakobi në këto vargje na ndihmon të kuptojmë më mirë se çfarë është besimi i rrem. Në vargun 14, në pamje të parë duket sikur Jakobi dhe Pali po kundërshtojnë njëri tjetrin. Kujtojmë që Pali mëson Efesianët 2. Ju në fakt, 2 vargu 8 thotë, ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të hirit nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, por është dhurata e Perëndis. Dhe Jakobi thotë që a mund ta shpëtojë atë besimi nëse s'ka vepra? Duke sikur shpëtohet prej veprave. Por jo. Në të vërtetë, ata të dy po e plotësojnë njëri tjetrin. Pali thekson se si e dim ne se jemi të shpëtuar, Jakobi po thekson se si e tregojmë ne se jemi të shpëtuar. Pali përqendrohet në rrënjën e shpëtimit tonë, e cila është e brendshme dhe e padukshme, ndërsa Jakobi përqendrohet në efektin e shpëtimit tonë, i cili është i jashtëm, i dukshëm nga të tjerët, veprat. Pra Jakobi na tregon disa gjëra rreth besimit të vërtet, por është interesante që ai fillon duke na treguar disa gjëra që besimi i vërtet nuk është. Për shembull, në vargun 14, çfarë dobi ka vëllezërit e mi, nëse dikush thotë se ka besim por nuk ka vepra? A mund ta shpëtojë atë besimi, thot Jakobi? Pra Jakobi thotë që ka dikush, është dikush që citon besimin, por nuk vepron sipas asaj që beson.
Me fjalë të tjera, besimi I vërtet është më shumë se sa vetë fjalët që ne themi. Është më shumë se sa thjesht një lutje e mësuar përmendsh. Është më shumë se sa mësimi përmendsh I një shkrimi të shenjtë. Sepse ka shumë njerëz që nuk kanë besim. Edhe që mund të citojnë shumë mirë vargjet biblike. Madje edhe më mirë se ne. Të pretendosh se kanë besim, sepse ti thjesht nje dhe ke shoqërime të krishterë, apo shkon në përkisha të ndryshme. Të pretendosh se ke besim se një vargje nga Bibla, apo se je frekuentues I rregullit të diellave apo takimeve të kishës, dhe vjen dhe mbush stolat, apo se mund të dish ti biesh një vegle muzikore, apo se mund të dish të lutesh bukur në sy të tjerëve, apo të këndosh bukur, nuk të bën se vërtet ke besim dhe je besimtar. Dhe rekomandimi I Jakobit është që të shqyrtosh veprat e atij besimi I tij shpall. Edhe kjo mund të tingëllojë pak e pahishme, por vetëm se themi se kemi besim, nuk do të thotë se kemi besim. Të dish rregullat e një loje nuk do të thotë se ti di të luash. Vetëm se unë mund të them se di të bie pianos, nuk do të thotë se unë mundem të bie pianos. Mendoni pak për botën tonë që na rrethon. Në jetën tona, veprimet tona flasin dhe bërtasin me zë të lartë për atë që ne jemi, dhe jo për atë që ne themi. Jakobi po na thotë, vetëm se thua se ke besim, nuk do të thotë se ke besim. Sepse besimi është më shumë se fjalët. Mendoni pak për atë që tha Jezusi në Mateu 7, vargu 21. Jo kushdo që më thotë, Zot, Zot, do të hyjë në mbretërinë e qiejve. Por kush do të hyjë? Por ai që bën, thotë Jezusi, vullnetin e Atit tim që është në qiej. Është një gjë ta thuash, një gjë ta bësh. Jezusi po thotë vetëm se thoni Zot, nuk do të thotë se do të hyni në parajs. Nuk është vetëm ajo që thoni, është ajo që bëni në emër të besimit. Pra çfarë vlerë ka besimi I rrem? Në fakt nuk ka asnjë vlerë tjetër përveç se të mashtrojë veten dhe të na bëjë të mendojmë se jemi mirë. Kur në të vërtet nuk jemi. Pra besimi I vërtet është më shumë se sa thjesht fjalët që themi. Dhe një shembull tjetër I besimit të rrem, Jakobi vazhdon në vargjet në vijim. Në vargun 15 thotë, nëse një vëlla ose një motër është e veshur keq dhe I mungon ushqimi I përditshëm. Dhe njëri prej jush u thotë atyre, shko në paqe, ngrohu, bofu. Po u dhën atyre gjë për të cilën ka nevojë, trupi. Çfarë do bie ta? Besimi I vërtet është më shumë se sa thjesht një emocion ose një premtim bosh. Ti kur ajo është njerëz që flasësh bukur, ti thua po, unë e di që ti ke nevojë. Shko në paqe. Në fakt të japësh atë që ka nevojë. Është një besim I rrem. Ky është një shembull I shkëlqyer nga Jakobi që ka në këto vargje. Është e lehtë tu flasësh të tjerëve se si duhet të jetojnë, por t'i ndihmosh në nevojën e tyre, tu është sfida. Mund të shikosh dikaj që është uritur, dhe ti thuash, do të lutem për ty. Në fakt është gjë mirë që ne bëjmë të lutem. Dhe unë inkurajoj lutjen, dhe është mirë që Bibla inkurajon lutjen një tjetër. Por atë që ka nevojë është të mushim barkun, një vakt për të ngrënë, nuk thjesht, po do të lutem që të ngopësh barkun. Do të lutem që të siguroj Zotin. Sepse besimi I vërtet është praktik. Dhe besimi I vërtet përfshin në nevojat e njëri tjetrit. Po pas Jakobi na tregon se besimi I vërtet është më shumë se sa një ide. Ai thotë në vargun 18. Thotë, por dikush do të thotë, ti ke besim dhe unë kam vepra. Më tregoj besimin tënd pa veprat e tua, dhe unë do të tregoj besimin tim me anë të veprave të mia. Pra, janë disa që pretendojnë se kanë besim
fjalët janë disa që mendoj që popullin vepra besimin e ka, s'ka nevojë sepse e rregullon punë me perdim, se bëjnë mirë. Janë disa që i bëjnë dyja. Dhe Jakobi më shumë kësaj të fundit. Ata që i bëjnë dyja. Qetësi në të varë, që sa për lexuam, është kur Jakobi thotë, do t'ju tregoj besimin tim me anë të veprave të mia. Pra ajo që është transformuar për brenda, shfaqet si jashtë. Dhe Jakobi thotë se besimi i vërtet është i dukshëm. Se ne mund ta shohim besimin në veprim. Më lejoni t'ju pyes, si e dini ju që dikush ju do? Vetëm sepse ju thotë që ju do? Kjo është mirë, sepse është një piknisje e të treguarit dashurinë. Por nëse gjithçka që kjo është, që kjo shfaq, s'thjesht të thënit, dhe ne mund ta quajmë dashuri, e kjo nuk është dashuri e vërtetë. Mënyra më e mirë për të parë dashurinë e dikujt është ta përjetoni dashurinë e tyre. Kur dashuria vjen në veprim, fjalët të dua marrin kuptimin e plotë. Ka shumë njerëz që thonë të dua, por nuk dua. Dashuria e tyre është abuzive dhe jo funksionale. Është një dashuri që shkatërron në vend që të ndërtoj. Kjo nuk është dashuri. Dashuria tregon nga mënyra se si sillemi me njëri tjetrin, veprimet e asaj që themi. Dhe unë dua që ju të mendoni për dashurinë perfekte, në të cilën merr kuptimin e plot fjala dashuri. Ka lexuar nga Gjoni 3:16. Është shembulli më perfekt i aktit perfekt i Zotit tregoi me ne. Se perëndia e deshte ai shumë botën, e deshte botën. Jo në llafe dhe në fjalë në vepra, por ai sa dërgoi birin e tij, të vetëm lindur që të vdesi fizikisht, realisht, duke marrë gjithë dënimin e Perëndisë, duke marrë mëkatin tonë në atë kryq. E kjo është vepër e dashurisë së shprehur. Nuk mund të shohësh besimin derisa të shohësh atë në veprim. Mund të flasësh për besimin gjithë ditën, mund të debatosh për besimin, por besimi i vërtet ka rezultate. Besimi i vërtet është i dukshëm për të tjerët. Por edhe kur ne i bëjmë gjëra si besimtarë, ne nuk i bëjmë gjëra për të parë dhe për të dukur. I bëjmë gjëra sepse jemi thirrur nga Zoti për t'i bërë ato. Motër, vëlla, më trego se besimi i yt është i vërtet duke i jetuar. Kur Zoti vjen në jetën tënde, në jetën e gjithë secilit prej nesh që kemi përjetuar shpëtimin dhe besimin dhe prezencën e Perëndisë, Zoti vjen në forma të ndryshme, ndryshe të punë, ndryshe të qenësi. Por një gjë është e njëjtë për të gjithë. Kur Zoti vjen në jetën tënde, ai të ndryshon. Pari nga thotë në një nga vargjet me mia të preferuarat, të 2 e Korintasve 5:17. Prandaj nëse dikush është në Krishtin, është në krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar, ja, të gjitha gjërat u bën të reja. Kjo është fantastike. Pari po na thotë se ato gjërat të vjetra, ato zakone të vjetra mëkatin. Ato gjërat e vjetra të këqija që ne bënim më parë, ato nuk janë më kalojnë, ato do të vdesin. Dhe ne duhet i lëmë që ato të vdesin. Dhe ndonjëherë duhet punë, ndonjëherë duhet kohë, duhet vite që kjo të ndodhë. Dhe ne bëjmë krijesat e reja. Është si krimi që është i shëmtuar. Po kur del nga fshiza dhe fluturon, ka një flutur e bukur. Edhe është komplet ndryshe tjetër nga çfarë ishte në fillim. Është një transformim. Ky duhet të jetë imazhi i ndjekësit të Krishtit
një imazh transformues i dukshëm. Besimi i vërtet është më shumë se sa thjesht një e vërtetë. Vargu 19-20. Ti beson se ka vetëm një Perëndim, dhe kjo është e vërtetë. Është më shumë se një e vërtetë. Dhe mirë bën Jakobi. Edhe demonët e besojnë. Çfarë do të ndryshë? Po demonët rritën. Pa dëshiron të kuptosh o njëri i kot se besimi pa vepra është i vdekur. Dhe ne jemi një shoqëri që kur vinë këto festat fetare, i mushim stolat, mushim kishat, xhamin, se kështu vendet që i quajnë mira kështu. Dhe kur vetë e pyet këta njerëzit, kur ja beson, me gojën plot, po besoj në Zot. Si kjo do të sillet pikë të mira me Zotin. Dhe s'po bën një gjë ndryshe nga demonët, që edhe ata besojnë, madje besojnë më shumë se sa ne të se sa ne që themi besojnë, sepse e kam parë dhe i njohin Zotin. Por veprat e tyre janë të vullosura kundër vullnetit të Zotit. Çështja e di që Zoti ekziston dhe e beson intelektualisht dhe ti mendon po ka një frymë, çështja e saj ndjek dhe ti vepron sipas besimit që ke në vullnet plot. E permit. Thua që unë besoj në Zotin, nuk të qonë në parajs. Demonët ishin në parajs dhe u vënë poshtë. Kjo tingëllon e ashpër, në fakt, por edhe demonët besojnë në Zot. Mbajnë në mendje. Nuk shtihet diçka që beson në mendjen tënde. Besimi i vërtetë. Besimi i vërtetë nuk shtihet diçka për të cilën ti diskuton dhe debaton me njerëz, po besimi i vërtetë nuk është një grumbull informacionesh teologjike. Nuk është thjesht të citosh vargje nga Bibla. Besimi i vërtetë nuk është të kesh ndjenja të flatka dhe entuziazme dhe emocione. Besimi i vërtetë është i dukshëm. Është kur reflektohet në vepra. Besimi i vërtetë është gjithmonë aktiv, nuk është pasiv. Është një monedë që ka dy anë të dhëndura dhe që janë gjithmonë pjesë të njëjtës strukturë, në të cilën ti po e hoqi një anë të monedës, ajo nuk ka më vlerë. Sepse besimi dhe veprat ecin paralel, ecin të dyja së bashku do përdore. Nëse ke besim, edhe veprat e tua tregojnë të kundërtën, po da në sjellës, nëse ke vepra por nuk ke besim, Jakobi thotë nuk vjen keq. Edhe ina letë të bëjmë një pyetje vetës, një pyetje shumë serioze dhe me peshë. A i shqyton vete nësë një i shpëtuar? Veprimet tona i tregojnë botës se kush jemi në Krishtin apo pa Krishtin. Do t'i tregoj një ngjarje. Në vitin 1973, dy psikologë vendosën që të bënin një studim në universitet. Edhe një auditor, pa u thënë studentëve, i thanë që pa u thënë për të studimin, u thanë do bëni një fjalim 3 deri 5 minuta, rreth asaj se si do të ndihmoj fetarizmi në mënyrë praktike në nevojat e tjerëve. Edhe këtë do ta mbështesin në shëmbëtyrën e Samaritanit të mirë, duke lexuar nga Luka. Edhe keni kohën e kufizuar, sepse kur të mbaroni, gjysma juaj tha do të nxitoj të vete godina tjetër për të lexuar këtë fjalimin 3-5 deri 5 minuta që ju do të përgatisni. Edhe lexuam këta dhe përgatitën veten me nxitim në mënyrë fetare, nga shkrimi dhe me vrap dikush i tha, tani është ora për të vajte godina tjetër dhe do filloni që të flisni atë që përgatitët.
Kurse ju pjesa tjetër keni kohë, mund të vini avash. Ndërkohë që gjatë rrugës të shkallët e godinës, një aktor ishte vendosur për të improvizuar njëri në nevojë, sikur po vuante dhe kishte probleme dhe po kollitej dhe edhe të gjithë kalonin me fletra në duar me vrap dhe shkonin në godinë. Po ky aktori ndërkohë që kush kalon të regjistronte dhe jepte një notë atij që vërtet do ta ndihmonte apo jo. Dhe rezultati ishte që në mënyrë absolute nuk bëri asnjë lloj ndryshimi. Fakti që ata ishin përgatitur në mënyrë fetare, nga shkrim, për të vënë zbatim, por e kishin mendje për të shkuar dhe për të provimin. Ndërkohë që realisht ndihma ishte aty që do ta jepte. Dhe provimi ishte tek salla, por ishte tek rruga, ishte te shkallët. Dhe që mendosh, ata pak minuta më parë kishin menduar thellë për këtë temë. Dhe ata e shkenën fjalë për fjalë viktimën e tyre në dy akënd, në kuptimin figurativ. Sandri na tha që para se të filluam predikimin, shikoj, është mirë që të bëjmë zbatues fjalës, jo vetëm dëgjues. Dhe kjo vjen nga Jakobi, dhe Jakobi e thot këtë. Ne kemi predikuar në parti, kapitulli 1, vargu 22, ai tha që bëhemi zbatues të fjalës, jo vetëm dëgjues. Dhe vazhdon duke mashtruar vetvetes. Mbajini mend se Jakobi po i shton asaj që tha pari për shpëtimin me anë të hirit nëpërmjet besimit. Sepse shpëtimi nuk ka të bëjë me vepra. Dhe Jakobi po ndërton në themelin që pari shkruan. Po të vini re në pasazhin që lexuam, në vargun 17, në vargun 20, në fund vargun 26. 3 herë përsërit Jakobi në njëjtin gjë. Që besimi pa vepra është një vdekur. Dhe kjo na bën që ne të përqendrohemi te kjo e vërtetë që fjala e Zotit na mëson. Kur Jezusi u pyet se cili është urdhrimi më i madh, ai tha, duhet për një tënd, në forcën tënde, zemrën tënde, shpirtin tënd. Po, i barabartë me këtë, është duhet të afërmin tënd, kur si vetvete. Ky është urdhrimi i madh, urdhrimi i parë, i madh. Sepse ato shkojnë së bashku të duash Perëndin dhe të afërmin. Ai ti thua se beson, dhe rrjedhimisht e do Perëndin se beson. Por në një kohë nuk do të afërmi. Kjo nuk shkon sepse besimi me veprën e Perëndis ecë njëkohësisht. Ti nuk mund të duash Perëndin dhe të urresh të afërmin, dhe nuk mund të duash të afërmin pa dashur Perëndin. Besimi pa vepra është i vdekur. Dhe mendojeni seriozisht të pjesë. Në vargun 26 thotë, besimi pa vepra është i vdekur, sikurse trupi pa frymë është i vdekur. Kur fryma largohet nga trupi njeriu vdes, kalme, është i padobishëm, është pa vlerë. Si heq veprat besimit, por besimi është i kotë, është pa vlerë, nuk shërben. Ja, folëm më lartë që duhet kesh veprime nëse ke besim, folëm që nuk mund të thuash besoj, sepse edhe demonët besojnë, dhe dridhen, gjë që në fakt mund të jetë më shumë se sa ajo që ne bëjmë, njëherë në Islamia skur. Jakobi thotë që nuk është as njëra, as tjetra, janë të dyja bashkë, besimi dhe vepra. Kjo është e vetmja mënyrë që funksionon. Dhe do ta theksoj këtë që sigurisht që nuk mund ta fitojmë shpëtimin,
shpëtimin tonë me anë të veprave tona. Veprave tona të mira. Sepse nëse do të ishte kështu atëherë Jezusi nuk do të kishte nevojë që të vinte dhe të na shpëtojë nga mëkati ynë. Po pikërisht sepse ne nuk mund të shpëtojmë veten tonë. Ai e tregoi dashurinë e tij duke vdekur në veten tonë. Për ta largur nga mëkatet dhe na sjellë prezencë të Atit. Jakobi nuk po thotë në mënyrë të bësh vepra të mira nëse do të shpëtohesh. Jo, ai po thotë nëse beson vërtet, do ta tregosh këtë në atë që bën. Jakobi nuk po thotë nëse do vepra të mira, atëherë do të shpëtohesh. Jo. Ai po thotë kundërtën. Nëse je i shpëtuar, atëherë do të bësh vepra të mira. Sepse besimi pa vepra nuk funksionon. Është besimi i vdekur. Në 2 Korintasit 13, vargu 5, Pali thotë: analizoni veten tuaj për të parë se jeni në besim. Testoni veten tuaj. Dhe për këtë, Jakobi na ilustron në vazhdim. Edhe ne në shembull, Abrahami, a nuk shpajtu Abrahami thotë, aty me atë veprave kur ofroi birin e tij, Isakun, në altar, shihni se besimi ishte aktiv, së bashku me vepra e tij, dhe besimi u përsos me anë veprave e tij. Abrahami është ati i besimit, kështu shkruaj. Abrahami u lut, shpresoi dhe priti gjatë gjithë jetës së tij për një djalë, një bir. Sepse e kishte premtuar Zoti të bëj babajnë e shumë pombe. Edhe në moshën 100 vjeçare, ai lindi Isakun. Por disa vite më vonë, Perëndia e vë në provë. I vë në provë besimin e tij, te Zanafilla 22. Është i provë besimi i dashurie. Perëndia i tha: "Merr birin tënd. Birin tënd vetëm Isakun që ti e do dhe ofroje në altar si një ofertë që do ta djegësh një nga malët për cilën po të tregoj." E lexoj në Zanafilla 22. Tani imagjinoni do të përgjigjen. Një jetë të priti për premtimin e Zotit, ja dha Zoti atë. Edhe një moment Perëndia në provë thotë: "Këtë që ti ke më të dashur, më të mirë, tani jepi si ofrim." Aty ku po të them. Patjetër që thoshte: "O Zot, kjo s'është ide e mirë, unë mendova ishte miku im. Tani ti e di që unë të dua ato po. Edhe unë besoj te ty." Është kjo mënyra duhur. Nëse përgjigja e Abrahamit do ishte kështu, atë ishte ky një besim. Jo. Por Abrahami, nësa po gjitesh në marë, dhe Isaku shikon të atën, i thoshte: "Po dru t'i kemi, po qenë që posh për sakrificën." Abrahami shikon të biri Isakun dhe i thotë: "Biri im Zoti do siguroj. Do siguroj për veten e tij të qenë për sakrificën." Në anë të besimit ai i thotë djalit të tij: "Zoti do të siguroj." Ky është besimi. Besimi është kur nuk e ka iden, nëse nuk e ke iden se çfarë do të bëj Zoti. Po ky nuk ishte besimi i veprë. Ishte i arsyeshëm. E si ishte i arsyeshëm, i logjikshëm. Abrahami ku i bezonte Zotit që njifte, ai kishte parë kaq shumë herë se Zoti është ai që siguron. Vetë Isaku ishte një mrekulli. E kështu që Abrahami u mbështet në atë që dinte dhe njihte se kush ishte Zoti. Ai e dinte kush është Zoti dhe çfarë mund të bënte. Një gjë që është vërtet interesante. Gjatë gjithë kohës që Abrahami po ecte dhe po ngjitesh nga një anë e malit, Perëndia nga ana tjetër e malit që nuk dukesh po ishte një qenj i dash po ngjitesh për sakrificën. Por Abrahami nuk shikonte. Perëndia po vepronte në besim. Dhe Abrahami
kishte veshur këpucët duke vepruar me besimin që kishte në ngjitur të marrës. Motra dhe vëllezër, kur ti e di se Perëndia dhe ti e beson se Perëndia nuk kurseu birin e tij, por e dha atë për ne, nuk e pse dyshon kurse ai të do. Ky është besimi që funksionon. Në mënyrë, Jakobi jep dhe shembullin e Rahabit, një prostitut. Me atë veprave, kur i priti lajmëtarët dhe i dërgoi në një rrugë tjetër, ai u shfaqsua. Pra Perëndia ndihmon dhe ata që nuk janë pjesë e popullit të tij, kanë dëgjuar për të Zotit. Dhe nëse ti ke dëgjuar për të Zotit i beson, besoj jetën tënde, besoj veprat e tua. Nëse kishte shpresë për Rahabin, që jetë e saj dhe shmonte komplet kundërt, por ai besoi Perëndisë. Dhe ai veproi sipas vullnetit të Perëndisë. Dhe Perëndia e renditi atë në herojt e besimit. Dhe me atë saj ne dim që është në temën gjenealogjike të prejardhjes së Krishtit. Ka shpresë për të gjithë. Nëse sot jeni besimtar, Jakobi po të sfidohet me këtë pasazh. Nëse akoma nuk beson te Zoti, threj që të besosh te Krishti dhe të kthehesh tek ai në të vërtetë. Jo thjesht me fjalë, por me zemër, me pendesë, sepse vetëm te Jezusi me faljen e mëkateve ti bëhesh një pjesë e re, që reflekton në vepra dhe thjesht formë.